Këtu problemi është që ne kemi përballë një sistem dhe ky sistem duhet qarë, ky sistem duhet marrë një goditje. Unë jam kundër politikës antisistem në thelb. Por tani është e momenti, sepse tani kemi një reformë drejtësie e cila po e godet sistemin, pra po të ndihmon. Dhe kemi një pakënaqësi të madhe që duhet shfrytzuar. Në rast se ti e kupton këtë qartësisht politikisht, në rast se kolegë tanët e kanë thënë këtë plot herë si logjik, pse nuk bashkohen dhe të bëjnë një spektër të tretë dhe bëhen poli i tretë i politikës minimalisht. A duhet realisht themi që mund të ketë aty një jud mes tyre që e bërit pa mundur bashkimin e tyre? Nuk duhet besojnë teori konspirative, por e mendoj realisht të gjë. E di pse as unë s'dua teori konspirative, i kam shmangur deri ditën e fundit të fushatës së tyre. Se s'kam dashur t'i dëmtoj. Por sot, në qoftë se ne e themi këtë qartësisht dhe e dim që kështu është, se ne e dim që për të kapur pragun secila duhet bëj 5 fishin e punës dhe të nxjerr 1/5 e shpërblimit nga ajo punë. Pra, ti paguam 500 lek dhe merr bek 50 lek. Kjo nuk është arsyeshme politikisht, nuk është pragmatike politikisht. Këtë gjë që e kupton kushdo i madh dhe i vogël, që ka bërë politikë edhe profane, jo më shumë. Si ka mundësi që këta nuk e kuptuan dhe a duhet të japim drejt njërit apo tjetrit që thoshte ti je i bler dhe ti je i bler. Kjo ka qenë një debat kam pas iden dhe madje kam dashur ta them, po kam hezituar ta them se s'doja ti pengoja që ai që e nis përçarjen, ai është Juda. Ai që e nis përçarjen është Juda. Ai që sulmon i pari dhe ai që i pari prish çdo lloj negociate për bashkim. Për shembull themi nga të gjithë mua, un kam vlerësuar Endri Shabanit si më i pjekur nga këta politikisht. Të tjerët në mos Juda, po të pak janë treguar të dobët përballë egos tyre, përballë epshit politik të faktit që po në duart rokasin turmat dhe unë nuk dua të çedoj asnjë cent. Në fakt, çedimi më i madh është mungesa e vullnetit për t'i dhënë shqiptarëve një alternativë, sepse një alternativë e coptuar ja u mohon shqiptarëve këtë alternativë dhe kjo është papjekuri politike. Shumë po na mungon kudo grupi i bukur i njerëzve që bëjnë politikë dhe jo individi i bukur e karizmatik. Në këto kemi pas. Por megjithatë Grida, do të thënë nuk duhet, më fal. Pra po ta krahasojmë, se duhet ta krahasojmë me diçka, nuk ka qenë lehtë. Është një fillim që u bë një çarje vogël e sistemit. Nuk duhet të harrojmë në çfarë lloj terreni ato kanë konkuruar dhe besoj që nëse aty ka pasur Juda apo jo, partinë nga pak mandate ka pasur. Shpejt në pak, do dalë fillim fare kjo është këtu zbjet akordi. Kjo nuk është një shoqëri e lehtë, edhe kjo që kemi ne. Është një shoqëri e traumatizuar nga frika ndaj autoritetit. Plus mandate, ke pas PSU. Flitet për frikë mas 35 vjetësh është shumë e rëndë. Flitet për frikë mas 35 vjetësh ndjek kjo është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Jo, unë them që kjo vetvete është një shoqëri e korruptuar, një shoqëri që nuk lufton për vlera dhe ne duhet ta gjejmë dhe ajo çka mendoj unë fal që ndërhyra Grida. Vazhdo. Po, ajo që mendoj unë është ajo që ne nuk kemi prodhuar dot elita se në gjithë botën shoqëritë popullës. Po nuk kemi prodhuar nuk është sistemi, është më tej sistemi. Ne nuk kemi prodhuar elita ndërgjegjësuese dhe kur flasim ne për elita kulturore pra dhe ndërgjegjësuese. Po, flasim në elitat tona kanë qenë konformiste me regjimin diktatorial dhe me regjimet sot. Pra, nuk mendojmë, sepse ne flasim për intelektual, po kemi një sociolog këtu, kemi një tjetër që është morë me sociologji, po ashtu që elita janë ato që krijojnë ndërgjegjësim popullsisë dhe kalojnë për te vetvetes. Ne këto modele nuk i kemi realizuar la, edhe ne që flasim këtu. Pra, duhet kuptojmë se ku jemi, që të fillojmë shkojmë diku, mendoj unë. Të them dhe gjë që duhet thënë pase për te kritikës, duhet thënë dhe gjë tjetër që këtu i madhe i vogël ju sulën partive të reja, pa bërë asgjë, domethënë, edhe për luftë jo, po e fal. Në mënyrë të orkestruar, se është luftë, por luftë në brez. Më fal, s'ka brez pa brez. Lufta është luftë. Ti, tash ne e dim, jo këtu kene që është primitiv fare, po kudo, edhe në Amerikë bën zgjedhjet, nuk ta dhuron njëri pushtetin. Na hap një rrugën, nuk ta hap njëri rrugën. Por ne, unë paktën, ne kemi këtu detyrimin që t'ja vëm gishtin atyre njerëzve të cilët... Po jo veja gishtin sa duhet, çapo zgjidhti me dhëmin e gishtit, aty e pra. Detyra ime kjo është të them ca vërteta që ai që do të kuptojë dhe ta di kush e shkatron të vend. Vërteta thuaj që edhe këto të rit kanë kulturën e këtyre të vjetërve, si
krijon një model demagogu, një model delirantës, si që ishte rasti Llapaj, vrisni kush po të vret, pa që janë këta, këty një ka një lora, kush po të vret sot, kush po të vret, vrisni mu, se vetëm po të vrisni mi qafe, kujt po i bin menat e me hek qafe. Unë kam parë në mënyrë të orkestruar, njerëz të dyja, të themi partive të mëdha, që dalin si të pavarur, të cilët i sulmonin partitë e vogla, a thua ti se Adriatik Rapa apo Edi Shabani janë fajtor për 35 vite? A kishte betejë më të pisët se zgjedhjet në Amerikën, në nivel më të ulët që u përdor gjuha, që u përdor e gjithë për kjo s'do të thotë që ne do të trokasim betejën e pisët. Po ne jemi vëllak, e kupton nga kemi dalë, ti ke akoma sot që e tha dhe zonja, që ka qenë shpresa Berisha. Për mu, një njeri, paktën sot, nuk do të thotë që ka qenë shpresë, se s'ka qenë kur shpresë. Mënyra se si u ndërtu demokracia sot, rezulton me këtë gjeri që jemi në sot. Dhe ne këto analiza se kemi bo dërim sot, po i kemi mullu, i kemi bo qefi njëni tjetër, jemi bo opportun se kemi marrë diçka, dhe më mirë dojtë a di ajo se kështë ditë çdo këtë hek dhe kjo me këtë elegancën e kësaj në koridorët e Partisë Demokratike. Ta mbaroj një gjë. Unë s'besoj që ka njëri të vetëm Shqipëri që në cilin do koridor të partive politike nuk ka hequr shumë, dhe ata që e kryesojnë tani. Edhe ata që s'kanë elegancë. Dhe ata që kanë ose s'kanë elegancë, s'kanë si po. Po si të mos gjinia femërore. Atë nuk e kam darë asnjëherë, Lire. Nuk e kam parë njeriu në politikë, s'kam parë. Mimi, si do gjithë. Ergjys po thoje? Jo, po thoya këtë që duhet thënë kjo pra që këtu pse nuk lind një gjë më se kemi 35 vjet, më çfarë ndodh këtë vend? Në asnjë vend të Evropës lindore nuk ka akoma 2 partitë e vjetra. Pra partia punës dhe partia që lindi që rëzoj... Po se s'kemi po analizën, nuk kemi ballafaquar me të keqen tonë, mërë të Ergjys, nuk kemi ballafaquar që 90 mërë burë. Ne akoma një pjesë e popullsisë se beson që ky është antikomunisti më i madh, kupto ku jemi ne? Dhe ja thash Leonidës kur hym, thash ne kemi ngel penga la diskutojmë dosjet, komunist, antikomunist, pikërisht se këto e kanë marrë gjallë. Këtë komunistin, antikomunist, akoma jo vetëm e duar trokasin, po i turren e pështyn e sulmojnë këdo që është kundra këtij apo që i merr vota këtij. Dhe shpifin. Po pra, dhe nëpër studiot tona njerëz që ishin e kanë provu vetë kurris. Tabor i Ramës dhe i Berishës e kanë sulmuar Tik Lapaj dhe Edi Shabanin, a thuti se këta e kanë vjedhur të vënë 35 vite. A thu se këta e kanë shkatruar demokracinë shqiptare, a thu se këta se s'du ta kthejmë personale. Mas emisioni që bëm ne me gridën për dosit që ke qenë dhe Jori. Po kanë sulmuar. Mund sulmuar në mënyrë barbare me non, me bab, me motër, e mund vund dhe akuzën spion. Te du të them pra. Kur unë kam gjitha doset dhe e kam bërë publike dhe kam marrë dokumentin s'kam pas lidhje dhe ky fal grida dhe këtë fjalë do ta them dhe ky që akuzon gjithë dynjan për sigurinë e shtetit dhe sot bën një deklaratë që shiku, unë nuk e di ka boska. Do shkojmë aty. Po, ky nuk me një deklaratë që sot kam pas punë në sigurinë e shtetit. Tek qëndrimet dhe konfrontimet me realitetin.